shteti nuk po mund t'i bëj gjë. Edhe dhe më thënë një ngakesa që madhe që më ka bërë shteti, ky shtet ma gjup që është, unë kom ra për tokë thëja. Shteti nëse dënë për shembull mua akmar, vesh në del në ta bën vrasjen mu, atëherë në ta merr. Jam kondem i padishërueshëm për ta. Pik. Disa njerëz janë të paprekshëm, i tillë është edhe Haxhi Mazreku. Pavarësisht vërejtjeve dhe aktakuzës, shteti nuk po mund t'i bëj gjë, ani pse ai po e shkel ligjin. Insajderi, sipas dokumenteve që i ka siguruar përmes qasjes në dokumente publike, në komunën e Rahovecit dhe në Agjencinë Pyjore të Kosovës, ka gjetur se Haxhi Mazreku në vitin 2010 ka lidhur kontratë me Agjencinë Pyjore të Kosovës. Kjo agjenci në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë në atë kohë e udhëhequr nga UD kryeshefi ekzekutiv Ahmet Zejnullahu i dha në shfrytëzim një tokë në fshatin Opterush të Rahovecit, ku edhe momentalisht ndodhemi. Qëllimi ishte ndërtimi një punëturie zdrugtharie me material jo të fortë, montazh. Sipërfaqja ishte rreth 50 ari. Kontrata ishte për 5 vite, me mundësi vazhdimi me aneks. Pagesa ishte 20 cent për metër katror në vit, pra në total për një vit 996 euro, pagesa mujore 83 euro. Totali për 5 vite 4.981 euro. Sipas Neni Gjash, shfrytëzuesi ishte obliguar të respektonte rregullat komunale dhe ta ruante mjedisin. Nuk lejohej prerja e trungjeve. Pas përfundimit të kontratës, toka duhej të kthehej në gjendjen e mëparshme. Sipas Nenit shtatë të kësaj kontrate, kontrata mund të ndërpritej menjëherë në rast të mos respektimit të obligimeve. Insajderi përmes dokumenteve që i ka siguruar ka mësuar se në vitin 2012, Drejtoria Koordinuese e Agjencisë Pyjore të Kosovës në Prizren ka kërkuar ndërprerjen e kontratës për shkak të mospagesës. Në TP Mazreku kishte borxh 415 euro për 5 muaj. Ai ishte kontaktuar disa herë, por nuk ishte përgjigjur. Në vitin 2013, Inspektorati Qendror i Pyjeve ka evidentuar se në TP Mazreku nuk kishte përmbushur obligimet financiare dhe ka kërkuar pagesën e menjëhershme. Me non korrekt të vitit 2013, Agjencia Pyjore e Kosovës e ndërpreu kontratën. Borxhi për periudhën 20 korrekt 2012 deri me 20 qershor të vitit 2013 ishte 913 euro. Sipas dokumenteve që i ka parë insajderi, me 15 korrekt të vitit 2013, Agjencia Pyjore e Kosovës, Drejtoria Koordinuese në Prizren e ka dërguar rastin në gjykatën themelore në Prizren duke kërkuar përmbarimin e borxhit prej 913 euro me kamat ligjore. Për këtë rast në gjykatën themelore në Prizren, insajderi ka kërkuar informacione, por deri në këto momente nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Tutje, insajderi ka gjetur se në vitin 2022, Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në Rahovec i ka kërkuar Mazrekut lirimin e pronës duke theksuar se ai e mban atë pa asnjë të drejtë. I është dhënë afat 7 ditë. Po atë vit, Komuna e Rahovecit ka dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Themelore në Gjakov. Gjatë kontrollit është konstatuar se në tokën pyjore ishte ndërtuar shtëpi 10 me 10 metra dhe punëtori rreth 12 me 7 metra me material të fortë. Sipas dokumenteve që ka parë insajderi, është konstatuar uzurpimi sipërfaqes rreth 50 ari së bashku me oborrin e rrethuar pa leje dhe pa bazë ligjore. Po ashtu është kërkuar verifikim nga Agjencia Pyjore e Kosovës në Prizren, ku prona është konfirmuar si e uzurpuar, ndërsa ndërtimet vazhdojnë të ekzistojnë. Ndërkohë, Prokuroria Themelore në Gjakov ka ngritur akt akuzë ndaj Haxhi Mazrekut për veprën penale uzurpimi i paleqshëm i pronës së paluajtshme, sipas Nenit 320 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Këtë e ka konfirmuar Prokuroria për insajderin. Lidhur me këto pretendime për insajderin ka folur edhe personi që po akuzohet, Haxhi Mazreku. Zotri Mazreku, a mundesh më na tregu kur ke lidh kontratë me Agjencinë Pyjore për me shfrytëzu këtë pronë ku ndodhemi për zdrugthari? 96, 97, kom lidh në atë ish Jugoslavinë, domethënë që kon, kom lidh kontratë me ta për me shfrytëzu dhe për me leje ndërtimit për me ndërtu dhe me punu. Kjo ka qenë, domethënë, kemi intervenu, kemi investu trafën, kemi investu këtu në vend, kemi fillu me ndërtu, por krisi lufta edhe unë duhet me ndërprej gjitha seancët. Sipas dokumenteve që i kemi pa në vitin 2010, prape keni lidh një kontratë me Agjencinë Pyjore të Kosovës për me ta dhënë në shfrytëzim këtë pronë. Po. A mundesh më na tregu çka ndodhi pastaj, pse u ndërprej kontrata? 2010, unë me data soni më mend se jam pak si shumë i ngarkum. Unë thash tash në ashtë e dy, thash i shërë zotit si ashtë e ty, do ta bëj kontratë, me gjithë se kisha halan në kontratë ishëm për me në atë kohën.
Thash shkoj, thash për bëj kontratën. Shkova në komunë, i nxorra gjitha dokumentat, vazhdova. Këta tash i kitha këtë në rregull, duhesh më ndërzuta në Prishtinë atje. Shkova në Prishtinë, pikëqyrin ata, thash, Haxhi Mazreku, çdo sa një pas kanë rregull, tha ti këto. Edhe më bonën 5 vjeçare kontratën. Me mundësi vazhdimi. Po, 5 vjet, 5, po me vazhdim, me mundësi vazhdimi. Ta më dëshuna të regu veç pse është ndërprej kontrata me agjensinë pyjore? Kanë bo kërkesë komuna, jo në ankua, me shku me ndërprej kontratën. Cila ka qenë arsyeja pse kanë bo këtë ankesë komuna? Po, jam konë i pa dishërushëm për ta. Pikë. Ju nuk i keni pagu borxhet që keni qenë të detyruar me i pagu Agjencisë Pyjore të Kosovës, edhe për këtë arsye agjencia është detyruar për me ju shkëput kontratën. A qëndron kjo? Unë i marrë prej spitalit, kam qenë në Tiranë, kom pas gjakderdhje në trunë. Edhe dhe më thënë, një ngarkesa qa që madhe që më ka bo shteti, ky shtet ma gjup që është, unë i kom raportohë dhe edhe tavani e kanë dhe prej bini sa doni letra, boni shka doni, unë këtu jam të najtë edhe absolutisht. Jem shku me bo krakesën për me vazhdu kontratën, së më kanë banë për aty ushtje për mendë Haxhi Mazreku, si kur me hine i lugat aty ka qenë. A është e vërtet që nuk i keni kry pagesat me kohë si që po pretendon Agjencia Pyjore e Kosovës? Po në atë ku jem konë burgu, si më konë? Në vitin 2013 është ndërprej kontrata, që e keni lidhë kontratën bashkë me Agjencinë Pyjore për me shfrytzu këtë pronë, për me punu jo. E mas nejna është ndërprej kontrata shkaku i mos pagesës, kësteve që keni pas me i pagu që jeni të shfrytzu tokën e shtetit. Edhe që ka pas vanesën, a i kemi bo pagesën. E keni bo pagesën? Pagesën i parat janë marrë. Janë marrë pagesët. Parat janë marrë. Edhe që unë shtynë është e ju vanu. 1 muja, 2 muja, nuk është më rëndësi, ato parat janë pagu. Jënë shku në Presreni, ku më pagu, ku e marrë. Thështë që thash pagesët, unë duhet me vazhdu, janë ajo ju i kemi ndërprej. Asë më kanë informu për ndërprejmje. Ndo me ndërprej, është ndërprejnë e bo një shkadoni, thashtu që tu jem. Në 2025 në kam kërku kjo pronë për me privatizu, për me bo pronë e jonja për private. Kom bo kërkes në përmjet e agencionit edhe në përmjet që shështu. Sepse kom i boj investime unë tu, kom jetu këtu, unë jem qërqinizet e Kosoviti këtu jem. E ardhja jeme është me qëtë punë punoj. Si pas inspektimeve që i ka bo Komuna Rahovecit, ka konstatu që këtu është ndërtu edhe një shtëpi banimi me përmasa 10/10. Po, ajo ka qenë për zyre, se unë kom po mendë sikur se unë kom qenë para luftës, tash në është për me, unë kom qenë thuja më i fortin fshat, për kauna ekonomike. Kom pas kushte, kom pas, edhe e mjeshtër shumë i fort për kauna zyrtarisë. Edhe kom po mendë që do të bëj më pak të 50 punëtor do t'i pensoj këtu. Ama mund ka pengu pakës edhe qeshte politike. Do më thonë, ajo pjesa ku thuhet te raporti i komunës, që këtu është ndërtu një shtëpi banime në pronë të shtetit, aty keni ndërtu jo një zyre. Zyre për punime, do më thonë për nevojat mija. Zyre toalete më thash, po kur nisën sanat më rotlu, nisën sanat më asi, thashe, vaj, që ti ma, thash, shka është të bolë, do të me lëftu me shtet, dhe kom fillu me, kom pro familjen tua dhe kom fillu me jetu këtu. Komuna e ka bo një kallëzim penal në prokurori të Gjakovës, ku ka deklaru që ju e keni uzurpu këtë pronë. Mandej pas këtij kallëzimi penal, Prokuroria Themelore e Gjakovës ka ngrit një akt akuzë kundër jush. A jeni ndjeni për këtë çështje? Jo. Po këto veç kanë bo, thash po flasim, veç kanë bo ngarkesa. Me veç me pas dokumente, me thonë që bona, mu s'm ka ardhur kur gjo. Po veç me thonë që unë e bona qëto. Na këtu nuk është të zërpime, na këtu është ne me letra im, kom hi këtu në sefte, që këtë trava, unë e kom qitë që trava qëtu. Edhe kajtë që to do me thonë shka në bëjnë investime këtu, po pse po ndodhen këto nuk jam të ditë. Tashi, ka plot si kanë morë si krona në shfrytëzim, po në atë kohë e kanë këthy për njeri i kanë privatizu. Se më thërë kënë në atë kohë, thash leja që ishën, thash unë du më marrë për qeshtë në teme. Dhe më thonë, tash, për që kjo pronë qëtu që kjo është pasuria jeme, se që pisësaj urshtjena, për që sa jetoj. Dhe më thonë, kam zdroktarien, djemë të janë të ponu, i janë më ndu në dishka herë, më kërsnu, po më flasin për inspektorati, po unë nuk më vërdu në teme. Çfarë kësnime ju kanë bo inspektoriati?
Mos investo, me zbon, me s'kthejë që si farsanet. Na ka ndalu punën. Na ka ndalu punën, Kur gjati. edhe që kjo. Unë 10.000 euro bunar kom qelë. 2-13.000 euro kocka, shtëpien, këtë që tu që kemi investu. Dhe më thënë që kjo është pasunia jeme. Shteti nëse donë për shembull mua akmar, vesh në del, në ta bën vrasjen mu, atëherë në ta merr. Kjo fjala është e fundit e emja. Unë ose do të jetoj këtu, ose do të vdes më fort. Domethënë kur nuk keni marrë asnjë ftesë prej prokurorisë, kur asnjë ftesë prej gjykatës. Jo. Ajo kanë punu shumë për mas shpinës kanë punu. Se dhe agjencia pyjore ju ka dërguar në gjykatë për borxhin që e keni pas ndaj agjencisë. Për borxhin na kur kip dal pi burgit sur burgëm që në atë kohë. Shkoshin shoqës ato pagesat. Ajo është kish kemë bë, apo investu mu në burg, apo investu për pronë. Kur jam dalim, shku i kum pagu, por ti kanë marrë. Ne kemi çekat që i kemi pagu. Domethënë tonë. Po, në edhe që i kemi pagu, ata e kanë blloku. Mazreku kishte qenë dëshmitar i prokurorisë në Hag në gjyqin ndaj ish krerëve të UÇK-s.